Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Pas një moment pauze që nuk ndodhte asgjë politik, duke sikur po lvizin ujërat. E para në maxhorancë ne kemi një zhvillim jo pak të rëndësishëm atje, deputetja, ish ministrja e jashtme, ish ministrja e shtetit, ish kryetaria e parlamentit Elisa Skënderbeu, duket se është zëri i parë rebel në maxhorancën socialiste dhe me statusin e fundit të saj ku i drejtoi kryetarit Partisë Socialiste dhe kryeministit Edi Rama më përjashto, duke dhënë argumentet e saj, duket që ajo ka dalë në një luftë të hapur, se si do jetë kjo luftë ne nuk e dim. E dyta, në Partinë Demokratike sot në orën 12 janë dorëzuar kandidaturat për kryetarin, për garën për kryetar të kësaj partie. Sipas informacioneve, Ervin Saliani, kandidatura e tij, pra dokumentet e tij janë refuzuar, të Evi Kokalarit janë refuzuar, të Alesia Ballëti janë refuzuar, ka mbetur vetëm Mereme Sela, një mjeke surprizë kjo e QSUT-s që ka shpallur kandidaturën dhe ka vënë kandidaturën, ka dorëzuar dokumentacionin për të qenë në garën për kryetar të kësaj force politike që do zhvillohet në datën 23 maj. Sigurisht nuk është ndonjë surprizë e madhe që zoti Berisha do jetë ai kryetar. Për gjitha këto unë kam zgjedhur për të parë ta kem në emisionin tim për të analizuar një zë, do të them dy fjalë, një zë krejt ndryshe në politikën shqiptare. Nuk është gazetar, nuk është analist, ka një status thjesht pedagog, por mbi të gjitha ne e përkufizojmë një intelektual. Çfarë duhet të them me këtë? Shqipëria ka shumë pedagog, ka shumë profesor, ka shumë mësues, por shumë pak janë ata që kanë statusin intelektual. Dhe intelektual nuk do të thotë kesh përpara atë prof as apo prof dok e tjera. Po intelektual do të thotë si Rezart Prifti, që atë që mendon e thot pavarësisht edhe pasojave që mund të ketë, ose më saktë siç ka një përkufizim të qenit intelektual, të diskutosh për ato gjëra që nuk të takojnë ty. Rezart Prifti, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Kënaqësi. Faleminderit. Tani ti je zjarr kështu, po unë dua të ndese akoma shumë, dua të vë flakën dhe të bëjmë një hartok bashk për shumë gjëra. Unë sot jam replikuesi yt, polemisti yt. Plasja. Dhe ti tani je në gjithë atë je në ujërat e tua të notosh. Zoti Prifti, e para një pse arritëm deri këtu sa të quajmë lajm që një NPS flet ndryshe nga gjithë masa atje dhe në PD kemi një kandidate më në fund kundër zotit Berisha. Dhe është ano, Mereme Sela. Më ndjej Mereme Sela, se nuk është e njoh dhe mund të përfaqësoj një figurë me të vërtet në punën e saj shumë mirë, po është ano në politikë. Shko, unë nuk kam asnjë në ndales kur vjen puna që ju i keni këto të më ndjej se mund të jetë. Është si puna e ministrave që vendosen apo përfaqësuesve në institucione publike apo përfaqësuesve në institucione të çfarëdo lloji partie. Po. Ideja është e tillë, ti mund të jesh profesionist shumë mirë, po ti nuk ke kontribut në atë aspekt. Pra duhet të kesh një farë kontributi për këtë, duhet të kesh një farë qëndrimi politik që kur merr një institucion publik, njerëzit duhet të njohin për ç'qëndrim ke ti. Dhe nuk jam dakord me këtë që ti vjen nga nonsensi dhe katapultohesh në një nonsens tjetër. Pra nuk kam asnjë lloj ndjese. Dhe nëse unë nuk e njoh zonjën, siç nuk e jo, ndjesë unë që ndjes, dhe kur do për etiketime. Nëse do më thua që zonja kandidon me ndërgjegje të plot për kryetarin e Partisë Demokratike, nëse ka bërë vetë këtë veprim me thënë që është thjesht një delirante, në rastin më të mirë të mundshëm, duke qenë se sa jemi ne këtë organizëm politik një dhe kulturën tonë në Shqipëri, me shumë mundësi është një Lefter Gjuveli tjetër, siç ka qenë diku në PS. Lefter Gjuveli? Nëse e mban mend, në PS që ai mbaj mend unë? Si ka qenë Maqela Krori, kë vendosin këta për kandidat në PS që të mos dilte vetëm Edi Rama. Po, Maqela Krori. Maqela Krori, fal se ngatrova. Pra edhe kjo mund të jetë një Maqela Krori tjetër nga PD-ja, se ka nevojë. Siç mori Basha atëre atë zotrin tjetër, qoftë ai i nderuar, po që ishte një i përsekutuar ku diun ç'ishte ai, kupton? Po. Pra personazh qesharak që e bëj procesin akoma më qesharak. Por këto de facto tregojnë thjesht degradimin e vizionit që vjen nga një organizat. Domethënë, për kë ke për PD apo për PS? Po tani po flas për PD, sepse po flasim për këtë motrë, po edhe nga PS ai gjë, ti nuk ke nevojë ta marrësh Maqela Kronin kur ne e dim që do fitosh ti. Po pak ne bën më të ndeshme si Kim Jong-un, e thua i fitoi 99.7%, ju kërkojnë ndjes që nuk i mora 100%, po është ndershëm pak të mirë. Tani, okay, në PS ne do ta analizojmë, po e marrim me po te PD pse ndodh kjo? Po sepse është e njëjta gjë të dyja. Unë nuk e kuptoj pse njerëzit i shohin ndryshe këto. Ti nuk i shikon ndryshe? Absolutisht jo.
Po ta në opozit, ata thonë që ç'pun keni me ne ju merrni me qeverinë. Ky është diskutim tjetër që ndoshta e bëjmë. Ky është diskutim tjetër që ndoshta e bëjmë më vonë, por që unë nuk e shikoj Partinë Demokratike në opozit. Unë e shikoj si ministrinë hije. Ndoshta të hym kësaj ministrinë hije. Ndoshta ju hym kësaj platformën më tej, më vonë, por që në këtë kontekst unë po të them që nuk është çështje partish, është çështje kulturore këtu, është çështje se si jemi ne në këtë modus operandi të gjithë shtetit, të gjithë vendit. Pse Berisha këtë? Se ata mund të kishte, ora mund të lindë, se të gjithë besojmë, po të ishte Evi Kokalari, Ervin Saliani, kandidat, Alesia Balliu dhe zonja Mereme Sela, në garë, pra Berisha të fitonte. Tani në këtë gjendje që është Berisha, me dhe aq informacion kam unë, po të ishin gjithë emrat që përmendet në garë, kam përshtypjen që do fitonte Berisha. Nuk do fitonte Berisha? Unë ta them, ta konfirmoj unë këtë. Ja, këtu më vjen keq ta them, po s'di keq fare. Mos di keq fare. As diskutojsh fare. Sa më shumë i afrohet degradimit mendor, njerëzit që janë më poshtë krijojnë më shumë distancë me ty. Kjo ka ndodhur nga 100 vite studim menaxherial. Berisha ka degradim mendor. Ne quajmë të teorinë detachment from reality në menaxhim. Është shkencë menaxheriale, nuk kam shpikur unë. Jo, kjo degradim mendor në sensin e vizionit, po më poshtë jashtë kontekstit komplet apo. Pra ti në këtë rast ose jashtë kontekstit komplet, ose i dëshpëruar për të ruajtur diçka. Për shkak të moshës. Të gjitha, mosha nuk është çështje moshe, është çështje eksperiencë. Mirë, dhe mosha përjetimi. Nuk i hyj asaj se mosha fizike është tjetër gjë pastaj. E nuk do ta shikoj diçka që është aty. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Që s'merr do ta silloj përgjegjësie, dakord? Por që unë po them, në këtë aspekt dua të vlerësoj këtë logjikën. Degradimit kontekstual, jo mendor në sensin e psikozave. Degradimit kontekstual të mendësisë, të vizionit, mos ka zero komplet. S'ka më zero komplet. Bën akte dëshpërimi, ose nga kjo, ose nga interesi akut. Çfarë do të thonë interes akut? Që do të thonë, ti ke atë skelet të fshehur që kur ta lësh këtë shishen që të kalojë në krau tjetër, thuash, mos ma prek këtë. Te këtu është kështu është Shqipëria. Tani, zoti Prifti, kam një pyetje. Ju jeni një intelektual, siç e thash fillim, jeni një profesor dhe mbi të gjitha keni një arsimim në botën perëndimore. Keni ardhur, keni lënë shtetin andej dhe keni ardhur këtu për të dhënë kontributin. Tani, mos më del llogaria që në Partinë Demokratike ka djem dhe vajza, burra dhe gra, të mirë arsimuar, të formuar, dhe si ka mundësi lejojnë ata që aty të mos ketë demokraci. Mua kjo llogari nuk më del. Shiko. Ç'o ndodh aty? Në Partinë Demokratike ka patur djem dhe vajza të tillë, po s'ka më sot që flasim ne. Jo, të mirë arsimuar ka. Edhe sot që flasim ne nuk ka më. Të mirë arsimuar? Po. Tani kur merr një diplomë në La Sapienza, merr një diplomë në të rankuar mirë në Amerikë tani, fal tani. Atëherë çfarë quaj unë të mirë arsimuar në këtë kontekstin ton? Të mirë arsimuar unë quaj dikë që ka një bosht të vetin kulturor. Kështu që nuk ka rëndësi se të bën ty diploma. Ti mund ta kesh diplomën në Harvard, po ti je butak fare kur vjen këtu. Asnjë diplomuar në Harvard nuk është butak. Shqipëria është e mbushur këtu. Pa marr për metaforë. Jam dakord me parimin tënd, sepse Harvardi është shumë kompetitiv për atë punë. Por butak në raportin e bërjes së punës këtu. Dakord? Dhe PD-ja po ka patur, po sot që ne flasim për të qenë realist, nuk ka më po them. Nuk vlerëson asnjë aty. Njerëz të tillë, absolutisht jo. Po pse ke? Madje njerëzit që vlerësojnë më shumë aty sot. Belind Klliçi, Lira Limemeti, Ina Zhupa, të moralizote kanë. Do t'i marr me radhë. Nuk mund të thuash. Do t'i marr me radhë. Po, patjetër. Ta marr nga i pari. Po. Belind Klliçi. Njëri pa aksion, pa bosht, pas gjithër problemet me veten. Jo, me aksione është ai dhe pse pa bosht, boshti i tij është. Atë aksioni është një protestë siç ishte protesta studentore. Po aksion me porosi nuk bëhet ajo punë. Kush e porosit atë? Nuk e di, ta gjejmë. Ta gjejmë. Po sa thua? Nuk është përgjegjësia ime ta them se nuk kërkesë fare. Jo, ti bëre një akuzë shumë të Po fortë. të vi puna e verifikimit është tjetër gjë. E dyta, është person që është për të ruajtur statukuar aty te PD. Në tavolinë flet ndryshe, në televizor flet ndryshe. Edhe ai e di që PD, ai e ka ditur që PD ka folur me ty në herën tavolinë? Në 2020, me mua dhe me të tjerë. Po edhe me mua po e konfirmoj, po në 2020 PD ka qenë ndryshe. Dhe nuk mund të bësh. Pra, kjo është PD-ja pra. Njerëz që flasin ndryshe në shtëpi, ndryshe në hale, ndryshe në televizor dhe ndryshe në shesh. Pra, ti do t'i lëpihesh doktorit deri në masën që e vlen sensi i lëpirjes, por kur s'vlen më sensi i lëpirjes, për çfarë i lëpihesh më? E para dyta, kandidati për kryetar Bashkisë Demokratike që premtoi masat e Arlind Qorit, duhet të thotë sa para u akumuluan
nga donatorët për fushatën e Bashkisë Tiranës. Ka detyrë ligjore të bëjë transparencë. Me që do thyrë me pse se bën këtë gjeneratën e re. Ti thot më dhe kush e tha? Ti thot më dhe kush e tha? Se s'është detyrimi ta them pra. I dyti, Ilir Ali I ke Mehmeti. pas këtu afër se te kikat i ke pasur zyra. Dakor? Po, këtu afër i ke pasur. Pyeti kush i çonte çantën. Ilir Ali Mehmeti. Ilir Ali Mehmeti. Ilir Ali Mehmeti, me gjithë respektin që kam për doktoren, se është vllai kolegu tim, ka një problem shumë të madh. E shiti kauzën te primaret. E shiti Ali Mehmeti? Gaf të papar ka bërë atëherë Ali Mehmeti. Sepse si do që të shkonin ato primare, ti u bëre pjesë e sistemit me një mesazh që të tha Loni dil këtej dhe do dali ky andej dhe u bë pazari mbaroi punë. Ilir Ali Mehmeti, në qoftë se me një gest të thjeshtë të kishte bërë atë që nuk bëhet zakonisht në Shqipëri, çfarë? Të çojë një proces deri në fund. Shqipëria për këtë shquhet për të mos çuar gjëra deri në fund. Pra ti duhet çfarë? Të çojë procesin për deri në fund. Aty do të dilte i nderuar. Po që aty e mori pullën në biografi Ilir Ali Mehmeti. Nga kush e bëri Që këtë? nuk u rikuperua më. Nga kush e bëri Dhe këtë? edhe vetë e di. Dakor? Nga kush e bëri këtë? Si funksionon? Se nga kush nuk është përgjegjësia më. Ai tha Belindi Dill, Berisha ka bërë presion. Pak rëndësi ka më, rëndësi ka që për këto mekanizmat e jashtëm tregojnë për një shoqëri që është multivektoriale, që vektorët mund të jenë me kaje të kundërta dhe të ndryshme. Por ti nuk jeton në vakum në këtë shoqëri. Përpos ndërhyrjeve ti do t'tregosh kush je ti. Zotëriu do të shkojë deri në fund primareve. Faktikisht, do ikim deri në fund. Ai i shiti primarët thoni ju? Unë mendoj se po. Sepse gjithë publiku, pra perceptivi publik ishte për këtë zotëri që po jep një shembull më. Dhe Po pse e bëri këtë? Cili është qëllimi? Punë e tij më çka marr, nuk e di. E kuptoj. Mua më duhet vetëm të vlera. Tani nuk mund të thuash për Ina Zhupën që s'ka aksione politike. Mina Zhupa Ka bërë aksione dhe ka fituar më atje. Betejë ka fituar betejë. nuk e di ç'betej ka fituar Ina Zhupa. Fituar me RTS-n ka fituar, Nuk e di ç'betej ka fituar Ina Zhupa. Fituar. Nuk e di ç'betej është kjo e RTS-s. Po në dinin time RTS është akoma bordell që po diskutohet çfarë do mbyllet. Çfarë është RTS? Bordell. Bordellu RTS? Po. Pa ku shumë e fortë kjo. Po ta them unë pra. Është gjithë institucionet shtetërore të tjera, kështu që po këtë po ta them hapur fare. Që nuk e di ç'betej ka fituar Ina Zhupa. Dhe në qoftë se do më thuash për Ina Zhupën për kandidate për kryetare të Partisë Demokratike, Po do shumë thosha se bëndot. Se bëndot? Se bëndot. Se dim atje. Mendimi im pra, apo më pyet mua. Po jo, ty po të Kur bësh ti ka kjo një tjetër, je vetëm ti pra, këtu. mendimi im këtu është që nuk e bëndot s'ka as karizëm, as efekt leadershipi, nuk ka orës ngjito fare, e kupton? Ka tentuar ambasada amerikane këtu për të ngjitur shumë njerëz në këtë lloj forme. Po s'ngjisin, më leadershipi nuk është me kapë ngjitën në mur si në Xhakiz. Edhe në Xhakiz deri 3 minuta e bie poshtë kur thahet, ti e di shumë mirë. Kështu që edhe këta kështu kanë ndonjëherë 3 minuta në mur e kanë rënë poshtë. Tani, këtë do dele bëj një sondazh rrugë, pyeti njerëzit për Ina Zhupën për kryetarët e Partisë Demokratike. Bon 90% qeshin. Shi është si të them unë, do bëhem unë kandidati i Partisë Republikane në Amerikë. A muhabet kotesh. Krasimi çuditshëm. Ekstremi këtë do, që ai që dëgjon të kuptoj për çfarë po i flas. Do Tjetër kush realizohet. ishte? Është nonsens. Ç'a? Është nonsens. Kam respekt për vuajtjet e zotrisë, kam respekt për po është më shumë peng i së shkuarës dhe i mos pastrimit në raport me së shkuarën, sesa material për çka mbahet. Ideja është e tillë. Ore, Shqipëria sot nuk ka nevojë as për fjalime patetike të tipit komunistët që na bën. Ti aty ishe vlla. Pse u kujtoj tani të thoshe që komunistët që na Po bën. jo, si smer ai Një, përsipër dy. kur ai ka vuajtur. Edhe një herë. Ai e njeh mirë atë. Vuajtja, jo, e ke gabim. Vuajtja nuk të bën ty ekspert të diçkaje. Dakor? Fakti se ti ke vuajtur, do të thotë, edhe ti me më, ka qenë 36 vjet mësuese, ka dhënë për ka ikur me këmbë nga Tepelena e Memalia në Salari në të gjithë fshatrat e Labrisë etj etj. Po nuk është aftë për ministri Arseni. Edhe pse ka 36 vjet që ka vuajtur atë punë. Dakor? Po ti pse i thua më shumë? Mama e mund të jetë aftë. Kush e ti që? Si ka aftësi menaxherale për atë punë zotëri. E du fort të respektoj shumë ka vuajtur nga sistemi palaçove pafund. Sot po merri që një me pension qelbësirash ka këta qelbësira. Sa e ka? Dakor? pensioni mama? 200.000 lekë, 36 vjet mësuese, or zotëri. 36 vjet. Po 36 vjet mësuese në ato vdekësira, në ato vende të humbura. Ikur me këmbë, 3 orë me këmbë. Tur. Dhe ti e di si është ajo zona atëre, kupton? Sidomos kur kishe 200.000 lekë vjetër. Kur ishte edhe me një njoll biografi, kalonte IFA dhe Zizi e thoshe mos e merr këtë se baba i vet ka njoll biografi.
Si. Herë kishe burra. Kur prisim për tigurin sim. Për tigurin sim do jep në kras salarinë. Dhe shoferi thoshte se është ai thoshte mos e merr këtë se është vajzë filanit, se ka një biografi. E kupton? Pra, por nuk është e aftë, me gjithë respektin që kam. Nuk është e aftë për të bërë. Dhe kjo punë e Tomar Lizotit ka zero aftësi menaxheriale, ka zero eksperiencë profesionale. Unë nuk e di çfarë profesioni ka Tomar Lizoti. Diplomat. Diplolesh, mua bet koti. Kush është diplomat për mendimin tim? Ishte kjo tava me pip këtë në tani. Kush është diplomat shqiptar për mendimin tim? Në mos gaboj se ti je i letrave më shumë se mua, shumë se mua. Si e ka Kongoli? Tos Kongoli. Po, ka i tregim shumë të bukur që tregon kur venin për këto mbledhjet. Unë kur isha student te libri i tij. Te libri i tij, ka një libër per komplet, e kupton? Unë isha student e vija re këtë, kur isha në Varshavë për këto pritjet në Budapest, ikën etj për ambasada, por kur e kam lexuar atje u shastisa. Je përshkruante se si diplomatët shqiptar, që ai ishte vobekt, pa vizion, pa parë botë, kur venin për këto mbledhjet, fusin bombonet e këtyre për xhepa. Nuk e di, nuk e di e ke lexuar. Ti do ta kishte lexuar 100%. Dhe është per. Është një nga librat e tij në simtar sa francezë thonë këja tjetër. Këdara tjetër. Këja tjetër, këdara tjetër. Edhe unë atë mendova kur e do. Brillante komplete, kupton, nuk e prisje nga ai, se s'kam pas ndonjëherë. Dhe është i vetmi që ka kërkuar falje për një dëshmi që ka dhënë publik në gjyq. Punë e tij, bravo, qoftë ka organizim, nuk e di, po më kujtua kjo. Dhe unë diplomatët shqiptarë shikoj sipas librit të këtij zotërisë, dështak moral, të pa profesion, të pa realizuar ndonjëherë, parazitar në punët e tyre, burokratik të ndryshkur procedurial. Dhe Rama kishte të drejtë kur thoshte që Ministria e Jashtme është në univers paralel tjetër. Mirë, po s'kishte të drejtë ta thot Rama, kam të drejtë ta them unë. Sepse nuk mund të vi kryeministri tani pas 12 vjetësh thotë që ministria jonë është në Mars. O plak, po 12 vjet çka ke bë? Unë mund ta them. Ti i thoj kryeministrit plak? Po e them se miq jemi. E kemi? Bëj humor. Je i vetmi që i thua kryeministrit të Shqipërisë plak. S'ka asgjë gjë. Tani çdo ndodh në PD tani se janë zgjedhje tani në 23 zgjedhjet Berisha. Ka do ndodhi ajo që unë i kam thënë një miku tim në zgjedhjet e 2021-shit. Që zgjedhjet e famshme që tha Basha tani fillon fitoria. Më ka marrë telefon pas zgjedhjeve. Zgjedhjet tani fillon fitoria, këto. Dhe në zgjedhjet 2021 e marr telefon dhe i them, sepse ky zotëria ishte një i brendshëm i PD-s, nuk po ta them emrin për arsye etike. Dhe më thotë çfarë do bëjmë tani? Se mendoj edhe unë që të kaluja te PD-t atje. I them unë plak, ti bëj çfarë duash, por unë sot po të them që Partia Demokratike do shkrihet. Sepse njerëzit këtu i marrin gjërat për akt. Gjërat janë proces arbor. Po, sigurisht. Dakor, janë proces. Dhe fakti, për shembull, themi unë ti diçka tani, nuk se do ndodh tani, mo tani. Po. Dhe ti thua që Partia Demokratike po shkrihet? Jo, e ke gabim. Po çfarë? Unë nuk them po shkrihet, unë e kam thënë 2021 po shkrihet. Në momentin që unë e ti flasim tani, është shkrir PD, s'ka PD. Është shkrir. Në perceptimin publik. Domethënë, ajo që tha Bamir Topi. Çfarë kuptojnë PD? Presidenti Topi që Partia Demokratike e mbylli misionin e saj, ti je dakord? Se di, ndoshta po duhet të dëgjoj kontekstin, nuk mund të them jam dakord me to. Mbylli misionin e saj, s'ka më PD. Në perceptimin tim e ka mbyll 2021-shin, unë këtë mendova. Se kjo është detyra ime si profesor, kupton, të shikoj 2-3 muaj para. S'ka ka faj Rama pse që s'ka opozitor, zot. Unë s'kam thënë që e ka faj Rama. PD nga mjezindar thotë fajin e ka Rama. Çdo viktim, po të lexosh librat e psikologjisë, ashtu thon, është ai që është personi me lokus të brendshëm dhe lokus të jashtëm. Ai personi me lokus të jashtëm gjithmonë ia vë fajin perëndis, gruas, burrit, tregut, komshiut e tjera, asnjëherë vetes. A duhet të jesh person me lokus të brendshëm që të marrësh përgjegjësitë vet. E kuptova, kanë një tillë, nëse ti larg qoftë, do ishte një nga deputetët e PD-s, se them larg qoftë se ti s'kishe shanse. Kishe i mundësi që ta kishe përballë zotin Berisha. Me shumë qetësi, me elokuencën tënde, me atë fjalorin tënd që herë është therrës, herë është pickus, herë është, por aman është i drejtë. Çfarë do i thoshe? Ma përkufizo sikur ti improvizoj e kishe Sali Berishën përpara dhe do i thoshe, o doktor, vazhdoj titën. Asgjë. U habite, ëh? Po ti për çfarë flet darkë pasaj për studio? Si ka futur këtu? Unë nuk i drejtoj Sali Berishës. Po ku ti drejtoj? Këtë si përshkruaj ti tani, këtë mundësi, unë e kam pasur. Ja the? Ja kam thënë, çka kisha për të thënë. Berishës? Po, pse kam thënë ajherë për çfarë kam. Po më jash, po bandaj ftohet. Me bisedë konfidenciale rreth 1 orë ca. E Berishën? Po. Dhe çfarë the? Kokë më kokë dhe i thash ç'kisha për të thënë. Po ma thuaj çfarë? Me është konfidenciale, ideja është e tillë. Po pak përgjithshme. Unë u ftova me ftesë të kryetarit të Partisë Demokratike në 2018-19 mos gaboj, kur ishte Këshilli Kombëtar. Basha.
Basha, me telefonat pas mesnate, ku u premtua fast track në PD. Dhe fast track në PD ti e kupton çfarë thotë. Dhe kur i thash, unë nuk e di çfarë shkill kombëtar tash, se unë jam kanar komplet nga institucionet e partisë. Unë nuk e dija. Më tha, është organi më i lartë i drejtimit. Po mirë, po mos më njeh njëri aty. Si do votojmë unë? Ta premtoj unë, tham. Dakor. Kur unë vajta në këshill kombëtar, mu pa dashje kanë ardhur më bën hero. Pse? Sepse unë isha ai pedagogu që bëri atë fjalimin 2 minutësh dhe që mu pre fjala. Nuk e di e mbar mend apo jo. Po, e mbaj mend. Mu pre fjala. Dhe unë s'tash asgjë, unë e di si hapa unë atë fjalime. Se unë nuk isha përgatitur për fjalim. Po. Duke ndërur 5 orë aty në sallë, duke dëgjuar opiumin e budallëve aty, më tha kryetari do bësh Bart Kadilli më thotë atëherë, më tha kryetari do mbash fjalimin. Them, "O zotri, unë nuk jam përgatitur për fjalim, do të shkoj freestyle aty. Jeni të sigurt apo jo?" Po. Po tha e bën ti. Ore, jeni të sigurt apo jo se e bën? Shkoj aty me fjalimin, unë hapa fjalimin kështu i them. Adheu është lakuriq. Prap, s'po dëgjon deri. Adheu është lakuriq, kam thënë 3 herë. Adheu është lakuriq, është poezia e dajës së time mëje, Trifon Xhaxhikës. A ti puni që e vran, që po shkatoi, që e përshkatuan për këtë poezi. Mi po aty salla ishte mbush me debila që nuk e dinin rëndësinë e poezisë Adheu është lakuriq. Poeti, një nga poetë e mi më të dashur, dhe një homazh për atë poet të jashtëzakonshëm, që pak e përmendin, pak ka marrë atë vlerë që duhet merrte, dhe ka bërë akt duke lënë sublim zotri. Duke lënë dëshmi. Por sublim. Dhe gjyqi i Trifon Xhaxhikës, daje ti mëje. Do të Dajo, prandaj maman e përsekuton. Dhe kuptoj logjikën. Dajo mamas. Po. Dhe pra, logjika është e tillë që ai zotria e bëri gjyqin publik, duke ti besoj ke lexuar apo jo, që është bërë gjyqi me ka qenë dhe ushtarak oficer. U është bërë gjyqi me se tërë oficerët i bëjnë kështu komunist, po jo mos ishin tërë oficerët komunistë. Është bërë gjyqi me altoparlant. Dhe në fund, për një pozita nëse të pushkatojnë, pushkatojnë. Mos u mërziti tha mamas. Mamas vetë tha mos u mërzit mamaj. Sa vjeç që mama? Se mbaj më. Po që ky u pushkatu diku 29-30 vjeç diçka tillë. Si kishe po 30 vjeç. Si kishe po 30. 30 vjeç. Nëse. Po dhe ti thej që poezinë e Adheu Lakuriq s'po më kupton njëri fare. E them kjo parti ka nevojë thash për menaxhim, se ju dëgjova fjalimet tuaja thash, po ju po i flisni honës. Nuk po i flisni njerëzve. Ju do të kanë nevojë për organizim, kanë nevojë për inovacion. Që jeni çik kreativë, se ke ngel parti fshatarësh. Aty ishte ndërprerje, dhe mirë pafshim. Si u thënë, jeni kthyer në parti fshatarësh? Po ashtu pra ishte. PD-ja. Por të shikoj pallatën e Kongreseve ti, e di si mu duk vetja kur vajta atje? Si ishte? Si në Kakavi 96-ën. I mbushur me emigrant hallexhin, të gjithë me veshur me të zeza. A thua ti ishte një vaki e madhe. Të gjithë pallatën e Kongreseve veshur me të zeza. S'kishte një grua, një femër. Të gjithë buash pinë cigare brenda aty si në 96-ën e femër. Si ishte kjo? Pinë cigare aty brenda pallat e Kongreseve, ishte bërë të ndaj dënja. Po dhe në pallat e Kongreseve në Kakavi 96-ën? Po pra. Ashtu më duhet për atje. Zero disiplinë, zero imazh, zero paraqitje, zero kod veshje, zero balancë me femra. Zero, një grup burrash aty që të gjithë kishin ardhur për të shtyrë ato të vetat dhe në fund e dinin që të gjithë budallet që në votat e tyre nuk do votojnë. Mirë, dhe çfarë ndodhi pastaj atë më arrit finalet që ishte mirë Bashës, po Berishës. Atëre, për ta thënë shkurt, i thash. Të bëj unë atë që bëri Edi Rama me PS-n, i thash. Të hy në një nga mbledhjet drejtuese të PD-s, i thash. Të mbaj prap fjalim siç e mbajti Rama atje, i thash. Po më duhen 5 veta që kur unë mbaroj fjalimin, i thash, të mos jem prap armiku i popullit, i thash, siç isha aty. Po më duhen 5 veta për dorë trokitur, i thash, sepse aq duhen për të filluar ndryshimin. Çfarë tha Berisha? Se bëj dot, tekstualisht. Do të thënë Berisha nuk të jepte 5 mbështetës, jo duhet trokitës. Fjalia ishte nuk e bëj dot, kaq. Do të thënë që ti nuk jep. Dhe unë jam njeri shumë i ftohtë. Nuk më intereson pse se bën dot. Shqiptarët janë ti në mënyrë i the ikti doktor se do vi unë. Kultura jonë është mediokre. Jo, një sekondë. Dhe unë do të pyes ty, pse se bën dot? Bashë, kjo është tipike shqiptare. Unë ndaloj aty. Okej, do të ti në mënyrë i the Berisha se ikti të vi unë. Jo, nuk i thash ikti të vi unë. Po si? Unë i thash ti i Basha të vi unë. I kisha gati të gjitha instrumentet. Dhe Berisha të mos vinë fare. Nga mbështetja nga jashtë. Dhe Berisha të mos vinë fare. Ore, Berisha të vinte të bënte çdo donte më zotëri. Po Berisha kur vinte për kryetar o rezerv, nuk vinte Berisha për dua trokitur ty. Nuk e dia këtë kontekst në atë periudhë që kam folur unë.
Dhe ideja që nuk e mendonte një që Berisha do bëhesh prap kryetar. Po që ky është rrethanore tjetër gjë komplet. Dhe ideja është se po do, dakor, faleminderit, ora shëndet të mira, mirëpafshim, ka qenë kontakti i fundit atëherë. Kaq, po jo, ti thua tani Berishës që si është situata tani. S'kam asnjë gjë për të thënë. Tani këtu s'u besoj fare. Ta them sinqerisht. Këtu s'besoj fare, sepse gjithë Edhe po ta politika. takoj, po s'janë kritika për Berishën. Po për kë? Shoh, gabimi konceptual është që të gjithë thonë që është Berisha aty. Po kush? S'është Berisha vetëm. Po çfarë? Berisha është në ajër, është si mbreti Lakuriq. Berisha Aty është gjithë Partia Demokratike. Berisha është si mbreti Lakuriq? Po. Aty është gjithë Partia Demokratike që do shkrirë komplet. Që shkrirë për mendimin tim, vetëm ata s'e kuptojnë. Por po mbajnë tullat që janë për të mbajtur tullat. Po mbajnë një shpresë me mendimin që Edi Rama do vdesi apo do iki nga të huajt. Pra kjo është shpresa, e kupton? Kjo është shpresa e këtyre që Edi Rama do iki. E vëre? Do ta heqin. Na s'bën asnjë, jo, do ta heqin të tjerë, do të huajnë. heqin të tjerë. Na s'bën asnjë prekupim, asnjë mundim. Do na vi radha. Mirë, po këta kanë 12 vjet që 13 vjet që presin radhën. E një ndër arsyet që unë vlerësoj me rezerva të mëdha shoqërinë shqiptare, ishte se në 2021-shin Basha erdhi me pretendimin që tani është radha jonë. E mbamen? Po. Tani një herë po, dy herë po, po tre herë s'bëhet kjo punë, e kupton? Erdhi Basha dhe shoqëria shqiptare vetëm me idenë se Partia Demokratike 2021-shin erdhi me logjikën tani është radha jonë, kemi vënë bidonin e aty, i vuri tapën. I vuri tapën çfarë do të thonë? I vuri tapën PD-s, pra, në 2021-shin për mendimin tim mbaroi oksigjeni PD-s, filloi degradimi ja ku jemi sot. PD-s kupton që në perceptimin publik nuk ka Parti Demokratike. Dile fol me njerëzit. Ashtu siç nuk ka LSI sot në perceptim publik. Apo lëvizja çajm rin ka vënë sot. Partia e Lirisë. Partia e Leshit, e kupton? Nuk ka pra në perceptim publik. Këta janë delirant që rrin brenda kështjellës së tyre si princesha e Shrekut dhe presin Shrekun valla. Pra publikisht, po sepse ti u drejtohesh njerëzve, nuk i drejtohesh vetes çunit hallës dhe dajës. Ai e parti politike. Apo luaj perceptim publik. Tani aspiron për të qenë ti drejtuesi i opozitës? Jo, s'kam asnjë aspirar për të qenë drejtuesi i opozitës. Të dhënë aty pa dhe pas ka pasur një ndërmend tha. Po isha pa fëmijë atë. Tani sa fëmijë ke? Isha 3. Të trojnë. Faleminderit shumë. I ke të vegjël? 2 janë 1 vjeç, 1 është 2 gjys. I ke bëja. Në këtë moshë që janë akoma të faleminderit. O çfarë? Mirë, nuk të pengon ty të shpërtari në partisë që ke 3 fëmijë. Nuk të pengon kjo se. Jo, është proces. Absolutisht, po, dakor. Absolutisht, po. A do ta bëja? Po se bëre ti kush do bëj? Me gjithë mungesën, do të them, do ta bëja shumë mirë me thënë drejtën. Me vërtet? Po, për zotin. Po s'e zgjaron pasaj. Ta bëja shumë mirë. Po se nuk është çështje e gare kjo punë. Po ç'është? E kam provuar unë këtë punë. Ku ke? E kam provuar në 2018 me një koleg, me një mikun tim shumë mirë. Dhe ne nisëm një nisëm që ishte lëvizja, ishte me bosh të djathtë, liberale tregut, alternativa quhesh. Dhe bëri. Asë di njëri fare. Jo, e ke papim, se di ti po bëri shumë zhurmë. Pyet kolegët tu gazetar. E kam parasysh çfarë po thuaj. Pyet kolegët tu gazetar. Ore atje të PD, atje ta trondisë se ta shkundësh të partiore, se po e shkundët parti, ke shkundur Shqipërinë ore, se ti the PD-ja Lakuriq edhe Shqipëria si Trifoni. Dakor jam. Shqipëria është Lakuriq për mendimin tim, jo ti është PD. Po që nuk e shoh atë lloj organizate më që ka nevojë për proces. Dhe e shoh të pamundur, sepse unë jam person që dua infrastrukturën një dhe dua ose edhe ngre vetë dua vizionin ose dua ca safety nets. Por kur bëm në lëvizjen atë alternativën, një ndër akuzat që merrim ne, ka që ky kolegu im kishte pas institut përpara, thoshte që ju financon Zamir Mane. Dhe një herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, e dal një herë te një kolegu jot në televizion dhe thotë ta bëhet pyetje profesor më tha mua, edhe unë bëj pa pikë meraku, mos e vrit më në fare. Me mua i thash mos më bëj këtë pyetje fare. Çat kesh mendje të thuaj. Edhe në live aty thotë kam një gjitha se ju lëvizje e redha që tani kaq të rinj ju tha ju financon oligarku më i madh Samir Mane. Edhe do të them një gjë thash. Nëse e njeh ti thash, thuaj që kam nevojë për financim thash. Në këtë luftë që jam unë thash, si Goliathi me atë Liliputin thash. Unë pranoj financimin jo vetëm nga Samir Mane thash, po nga 17 Samir është atje, se po e përmend shumë emrin e zotërisë. Unë pranoj financim nga kushdo i thash, se unë jam në luftë thash, me makineri që ti e di thash shumë mirë. Njerëzit bëjnë sikur se dini thash. Por jo nuk më financoj thash. Do desha shumë.
të më financonte tash. Të gjithë, kush doj tash. Madje nga kriminal pranoj lek tash. Të më dëgjojnë kush po fletoj tash. Kush na dëgjon publikisht, ai? Nga kriminal pranoj lek. Vetëm të fitoj me këtë sistem tash. Se është sistemi i poshtër që ke tash, apo? Në Afrikë ke dy zgjedhje, o do fitosh me politik, pra në Afrikë është e thjeshtë, tu marrësh armat. Se s'ka tjetër gjë. Po këtu s'kam zgjidhje për të marrë me armat tash. E kuptova. Tani zoti kalojmë te kampi i majorancës, se ata që na kanë ndjerë deri tani thonë ata që kanë tër MPS-n, të dy, ne që kemi MPS-n se po kritikojmë PD-n. Ja ka marrë dorë se e punë. Si e komenton lëvizjen, po themi lëvizjen ose reagimin e zonjës Shpirpale? Shiko, Shqipëria funksionon me precedent. LSI-ja, kur u krijuan fillim fare, gjë e parë që unë kam thënë është që shoqëritë tona, nga që s'kan boshtë e vlerash, funksionon me precedent. Dhe precedenti që vendosi atëherë LSI-ja shkatroi gjithë Shqipërinë. E njëjta gjë është edhe këtu. Ka një precedent para Shpirpalit. Që është kush? U dërgoi të falat gjithë nga Ditmir Bushati. I pari që Ditmir Bushati, rebeli... Në perspektivën e këtij formati. Po, s'bëri në një deklaratë të forte. Ditmiri bëri shumë deklarata në natyrën e vet, se do të marrë në natyrën e njeriut, ashtu flet Spiropali se është labe, Ditmiri flet çik më ashtu se është më i butë, është më sfugjer. Por edhe Ditmiri i bëri gjithë deklaratat e mundshme me gjithë kontekstin Spiropali sot. Po s'ka në herë Ditmir Bushati më përjashton zoti Rama tani. Shiko, nuk është asë gjikën përjashton, e kupton? Ja, i kishë nditur 1, 2, 3, 4, 5, 6... Po marrin formën e kësaj gjës. Okej. Pra, të njëjtë protestë bëri, të njëjtë formë. Ti thua që Shpirpali është suksesore e Bushatit. Me që publiku nuk di shumë gjëra, Bushati më brenda te emaili grupi i asamblesë së PS-s për ditë kishte në një email me gjithë grua që nga PS-ja te një personazh tjetër. Për ditë, një grua, çencika, se është publike se them dot. Si? Ajo Casli? Jo, Casli s'ka qenë herë te PD-ja, ka qenë një person që ka qenë zëvendës ministri financash. Qofse orientohet diçka. Pra, brenda emailit të grupit të PS-s, Bushati javë për javë dërgonte të tirë të lesh sikur kishte kohë njëri të lexonte Bushatin. Dhe unë kam bërë një shkrim atëre. Po. Që aty u fik dhe kandili Bushatit. Ideja është e tillë. E para ti nuk flet dot tani. Unë flas. Se kam folë për herë. Por nuk mund të kujtohesh ti zotëri. Pas 10 vjetësh të mbësh moralistin në shtëpi publike. Kur ti ke qenë menaxher i shtëpisë publike. Bushati ishte menaxher i shtëpisë publike? Po kështu është pra ideja pra. Ti s'mund të mbësh moralistin tani. Pra derisa ai zotëri aty të bëri ministër, e ti dha të gjitha adetet. Nuk bën sens kjo. Dhe Shpirpali njëtën... Po ti të gjë pra tash. Ti ke marrë të gjitha përfitimet. Kemi me këtë gabim apo edhe të flasja? Ti ke marrë të gjitha përfitimet. Ti ke marrë të gjitha. O prit të krijon precedentin, këto dalun ty. Që? Ti ke marrë të gjitha përfitimet, ti ke marrë gjitha të tjera, të ora të gjitha të mundshmet. Të gjitha të mundshmet. Për të mos thënë edhe gjëra të tjera. Çfarë gjëra të tjera? Të lishme të jashtëligjshme. Jo, të jashtëligjshme duhet të vërtetosh ti. A tani s'është puna ime. Ka institucione që paguajnë nga taksat e mia. Atëherë mos e thuaj. Ka institucione që paguajnë nga taksat e mia. Jo, po mos e thuaj pastaj. Jo, pari të themi ne Rezarti, jo, s'e themi dot se s'kemi. Ty s'të ndalon asnjë gjë më. Ty s'ndalon asnjë gjë mund ta thuash. Jo. Çështja është sa të ngjit ty në publik. Po disa kam dëgjuar për vetëm timon. Po s'ka ngjitur gjë. Kur je personazh publik duhet i marrësh përsipër të gjitha çfarë thuhen në publik. Dakor? Kam dëgjuar unë pedagogu që merr lek, pedagogu që merr atë, që merr këtë. Asnjë gjë nuk ka ngjitur. Asnjë gjë nuk ka ngjitur. Sepse ndryshe nga këta, nuk e gjen dot një person në Shqipëri që të vish thuash i kam dhënë lek atij burrit për të kaluar filan gjë. Unë mund ta kem kaluar me dëshirën time, se kam dashur ndihmoj dikë, po, ta them unë. Po leke, s'bet llaf. Shqyr zotit një, kush jam edukuar nga prindrit, se ndryshoj dot çfarë bëjon. Dhe dy, s'kam qenë hallexhi. Se edhe kjo ka të bëjë shumë. Pa diskutim. Nuk e di, nëse do vendosesha në pikën ekstreme që do duhesh bukë për fëmijët, nuk e di ta bëj apo jo. Prap po them nuk e di ta bëj, nuk po them ta bëj. Po nuk e di. E kuptoj. Por de facto, s'ka ngjitur asnjë gjë. Mund dalin njerëz të thonë që unë jam gay. Thonë sa duan, s'ka problem fare. Fare. Po pse thonë njerëzit që ti? Të thonë çfarë duan, pra, këtë po them unë. Pra kur je publik, duhet i marrësh përgjegjësi të këtyre gjërave. Tani te Elisa. Të dorim debat tjetër. Elisa. Si e shikon që mund ndodh diçka? Ti nuk bën dot moralin.
Po edhe të mos flasi fare Nuk tani, bën ne morali. themi pse s'flisi kur flet ajo thonë se bën moralin. Po ti në qoftë se Do ta jep bëj moralin kur kësaj ishe ministër. prit. Në qoftë se jep kësaj gjë meritat, ti u thua të gjithë njerëzve që ti zotri, Po. për të bërë moralistin e këtë shoqëri, duhet të bësh një 10 vjet zbor spaletat e partia, që çfarë? Mundësisht të shkëlyesh me ndonjë partia, po të pullësh me ndere, të përdorësh llapën e të tjera. I thua kryetarit Skënderbej. Do të vëm pull të kuqe tani. Jo, s'po të kuj, po ashtu funksionon partia më të shit. Si funksionon partia? Ashtu funksionon shteti më Orlan. Si funksionon shteti? Ore, kuptoj që do bësh paradoksalin se ti do bësh gazetarin, shumë bukur fort. Po të them këtë gjë. Ti dhe Skënderbeu është shpirti i Xhaxhit. Ti dhe Aleksandri i Madh është shpirti i Xhaxhit. Tani ky që nga legend? Po mirë, e tha ajo tani, me që tha ajo nuk do të thotë gjë? Nuk shkon tani. Pse? Nuk shkon. E para, e dyta, pse nuk shkon? Që ta mbyll të me Elisa Spiropalin. Sepse ti nuk ke moralin që të mbash kauzën, si punë PD sot, edhe PD në këtë gjë tjetër. Thot të gjitha gjërat vërteta, po se pjerë njëri fare. Edhe pse është lakuriq? Pra, priti sekond. Për Spiropali, që thash, aspekti i parë është s'ke moralin të mbash kauzën, aspekti i dytë. Po ti hysh të gjitha gjërat që ka shkruar. Po. Është njësoj si poezit të kohës së partisë që thoshin o liçeni i kulluar me ujë të turbulluar, ke gomën e makinës shpuar. Teksti ishte i fortë tani të lutem. I fort për konotacionin e 97-s që keni ngel juare në mendsi. Kush ju? Po më thuaj çfarë ka thënë? Më thuaj çfarë ka thënë mo? Ka ngelur në 97? Por e ju si gazetar të gjithë mo, çka teksti i fortë është? Më përjashto. Si për gjithë unë jam unë. Çfarë ka? Çfarë të them unë ju pedagogët e ekonomikut? Jo, ore se them unë atë. Po flas me ty tani dhe nuk. Po jo po them unë se the ju. Të lutem shumë. Po pra ju si media. Ja pjesë e medias. Unë jam ju si media. Ti po je në rregull. Ti po je në rregull, siç jam unë në rregull. Ndihem. Ti më ndihesh? S'ndiem. Ti djali urti. Ti po djali urt. Deri këtu. Mos e keq kuptoj. Jo, po të mos keq kuptoj. Mos e keq kuptoj, ta them sinqerisht. Në sensin e entitetit, sepse është bërë përzierje në media gjithë kjo gjë. Edhe për te i media, së falë, sepse edhe dëgjoj nga shumë kolegë të tani rregullojnë, çik po mirë. Jo, më kuptoj logjikën, por s'ka frikë të them asgjë gjë. Por, çfarë ka thënë pra? Mirë. Për të mos folur, për të folur se do flasë për të folur. Tekstin e ka fortë. Po thuaj 1 2 3, thuaj 1, kjo s'bën. Ashtu pra i ka thënë. Kjo s'bën. Po çfarë i ka thënë ajo? Po çfarë pra? Po tani ja po të parafrazoj unë tani, edhe ta them. Po liçeni i kulluar me ujë të turbulluar. Jo liçeni i kulluar, ajo bile ne diskutonin edhe deri te kjo që kush e ka shkruar, se unë dua të jem kështu korrekt fjalë për fjalë. Tani Elisa ka bërë deklarata shumë të forta këtu. Elisa e vetë ka shkruar për arsye se Elisa ka pësuar një transformim intelektual dhe artikulimi shumë të fortë gjatë viteve të fundit. Kam ndjekur atë. Është pjekur intelektualisht edhe politikisht shumë. Është tipike sinteze e asaj gjës së Elisës. Thjesht tani është ndërgjegjësuar. Po? Është ndërgjegjësuar nga që ka kaluar eksperiencë, është pjekur dhe ka pas gjëra në dorë dhe tani nuk ka çfarë humbet më, edhe do të them unë që pse s'po vlerëson mua. Tani debatet e brendshme, sado të forta nuk duhet të zhndërrohen në spektakël ndëshkimor politik. Po. Iku kjo, publik. Nëse edhe bën atë më përjashto, nëse qëndrimi im për mënyrën se si po funksionon partia, qeveria, shteti konsiderohet arsye për përjashtim, atëherë po të them qetë dhe qartë më përjashto. Se kjo i përmbledh gjithë. E para fut kot, s'ka qëndrim. Çfarë qëndrimi ka ai? Po se i ka thënë atje pra brenda. Dhe ka bërë dhe 2 tjera. Tani, a do të zgjesh atë kam kritikuar modelin që në disa aspekte po dëmton edhe Partinë Socialiste. Ja thotë. Asnjë person nuk di çfarë qëndrimi ka Elisa ndryshe nga partia. Tash më tir lesh më kot. Ja po që nuk ka demokraci. Nuk ka demokraci në Roland, nëse ti më thua qëndrimi që kam unë, do ta bësh qëndrimin publik. Atëherë nëse ke qëndrimin publik, mos shkoj këto paçavure fare. Vazhdoj lufta atje brenda. Do rregullosh me këtë aspekt. E dyta, nëse ti do kritikosh modelin e Partisë Socialiste, motra bëj herë publik. Ç'a kritikon ti më? Kë kritikon ti? Dhe pse e kritikon? Po s'ka demokraci thotë. Po thuaj pra njerëzve pse bëhet deklaratë publike, thuaj njerëzve pse. Po e ka thënë, më shkoj. Besoj njëri ty motrë sepse jo, po ndëshkohesh ti. Jo. Ha. Foli gjë ajo kur unë ndëshkua ditën e Bushati? Jo. Se mund të marrë dhe Samir Tahiri njëra. Samir ai e kishte sikë specifik. Foli gjë për Emelin? Foli gjë ajo për Belindën me Qirallavi, luftën e madhe me Belën e ka pasur. Tani gjithta kjo bën për Belindën e Ballukut thotë? Unë nuk e besoj. Po pse për këtë? Po duke besoj, nuk më intereson më fare, nuk më intereson pse e bën, më intereson çfarë bën. Do ajo është e përjashtuar. E kuptoj. Por në perspektivën time, po kam përshtypjen që apo vetë përjashtohet atë. Si Saliani.
Varsaliani. Nga i gjete këtë vetë përjashtim, edhe ti thua vetë përjashtim. Jo, po vetë përjashtohet në sensin e tillë, që të dali dhe hero, Po? e largohet nga politika me lezet të madh. Po Se e largohet di nga që politika. kryetare PS-s nuk ka për të bërë ndonjëherë. Po, Kryeministri nuk ka për po të të bërë bëjmë kritik ndonjëherë. shumë. I kaloi të gjitha. Igor Rama hapet zë shishen e qumshit. Nuk funksionon po themi që qumshi aty dhe në djenin time lobi Elisa nuk ka lob fare. Fare? Po, s'ka lob fare. Kush e ka lobën në fortën PS? 2 lobe janë për I momentin. Belindës? Një dhe është i tjetër. Kush është? O do ma thuash pas emision. Po thuaj pra këtu. Çfarë thua kështu tani? Po nuk është puna ime, nuk është puna ime fare. Ore, Nuk do kjo të kolla më kaput e shpirtit me këtë. Pi pakuj. s'ka gjë se jam alergjik me kampionin e bashkëvaqës. Pi pakuj. Se tani Dhe ideja është e tillë që nuk më intereson, shiko, këto nuk janë debate që interesojnë shqiptarëve më burr. Ja, janë. E ke gabim komplet. Desim me çik të po kujt i thotë ka 30 vjet gazetaron tani, lëri këto tani. Dakor që shqiptarët desin për të punën. Po. Por çfarë duhet të interesojë shqiptarët si debat është pse Ja do kalojmë aty, po ta mbyllim këtë telis. Do të thotë ti thua që e ardhmja politike e Elisës Prepalit është dalë nga politika. kam përshtypjen që po. Dhe e ardhmja e Partisë Socialiste me këtë situatë që po ndodh me Belindën? E ardhmja PS-s kam përshtypjen që edhe për një mandat tjetër do jetë Edi Rama. Të pestit. Po. Po? Që do jetë Edi Rama. E shok të vështirë rehabilitimin e zonjës Balloku, megjithatë. Cili do jetë fati i saj? Megjithatë, unë mendoj që do bëhet një tentativë shumë e fortë për të rehabilituar zonjën Balloku. Nga kush? Nga gjithë si ta them këtë ty, jo vektor, se vektor është shumë fjalë sofistikuar kjo. Nga gjithë duart e këmbët e oktapodhit që janë aty. Qofshi këto qeveritare, informale, formale, Ma thënë çik në shqip se ma the polonisht, edhe unë nuk. Që unë mendoj që do bëhet një tentativë shumë e fortë për të rehabilituar zonjën Balloku. Po jo, nga kush se ata në PS po i bëjnë shumë përpjekjet. Në PS Shumë. Jo, në PS këtë problem ka që nuk po i bëjnë gjithë përpjekjet. Ndaj po zvaritet kjo puna po sabotohet në një farë forme. Edhe Shqipëria nuk shqyet një vend për memorie afatgjatë. Domethënë ti mund t'i bësh dhe urinë në kokë shqiptarët edhe pas 3 ditësh. Jo, këtë fol për vete ti. Shiko, ne në ekonomi nuk flasim. Ti flasësh për 3 milion shqiptar. Flasi ç'kem atë. Se unë si ekonomist kam atë që flasim me 2 logjika. Ja ta them unë. Një flasim me statistika. Sepse vi nga një shkollë ekonomie që na ka mësuar me numra, jo si shkolla ekonomike shqiptare që i mëson studentë ekonomistë që thonë unë ndjej se. Unë mendoj se, ti s'mendon dot. Ti do të thuash çfarë thonë numrat. Dhe e dyta, për post numrave dhe statistikave, janë precedentet që ka shoqëria shqiptare. Sa qef kisha ti që një 6 muaj kryeministër ti. Dakor? Shikoja të komborin që do të varnin ty në qafë, e shikoja se si do e bëhe. Rande, ke gabim. Shqipëria s'ka nevojë për shkencëre. Po këtu doli pa fanoli me diplomar vardi mo. Nuk ka nevojë për shkencë, po Shqipëria ka nevojë për menaxhim. Ka nevojë për thjeshtësim. E ke gabim komplet. Okej, se e kaluan prap tani te Belinda. Dhe të thash, dhe do rehabilitohet Belinda? Unë mendoj që shoqëria shqiptare e përballon një rehabilitim. S'ka si problem. Domethënë as faktori amerikan nuk do ndikojë në këtë situatë. Faktori amerikan është fluid. Amerika, e kam thënë një herë, unë mund të jem një ndër pro-amerikanë më të vërtet në Shqipëri. Më shumë se mua? Më shumë se ty për arsye thjesht. Unë nuk kam interes amerikan fare. Sepse gruan e kam amerikane. Gruan e bashkëpunëtor e amerikane? Po. Nga është? Po çet si ka. Po shqiptare nuk i hyj thënë. Thjesht ta thash për. Është amerikane apo shqiptare? Amerikane. Atëre. Nëse kjo është persone, nuk flas asnjë për persone. Prandaj. Ideja është e tillë. Po unë jam pro-amerikan sepse kështu jam mësuar nga shkolla. Besoj te sistemi amerikan, te tregu amerikan. Ti pro-amerikan se bashkëpunëta juaj është amerikane, por ke gabim s'ka lidhje fare. Po ta them më hershëm. Edhe jo amerikan për arsye se çai kanë bërë Shqipërisë etj etj, ose për arsye interesa, s'kam as interes amerikan kot. Ideja është e tillë që Amerika ka funksionuar gjithmonë me partneritet interesash. Në qoftë se ti nuk je i aftë të menaxhosh veten, nuk je partner i mjaftueshëm për mua.
çfarë do për të datë çfarë. Amerika i ka kapërcyer këtë. Dhe jo, absolutisht jo. Nuk funksionon. Ne nuk ekzistonim në 19-ën. Nuk ka përcen për 2 shekuj gjërat e tilla. Po ne nuk ekzistonim në 19-ën. Kisha Amerika interes te politikanë shqiptar. Jo te politikanë shqiptar. Po të kush? Kishte interes te kjo pika që është këtu. Amerika nuk shikon politikanë shqiptar. Nuk shikon fytyrë, shikon institucion. Domethënë dhe ardha kjo pika këtu mua më duhet për të dalë këtu. Se është Loni, se është Leonida, se është Agroni, se është Manushaqja, si thonë ata, I don't give a recess. Dakor? Domethënë dhe ardha e ambasadorit Erik Vend, ti mendon që nuk do ketë ndryshim. Ka ilustrim më të bukur se zgjedhja e atij ambasadori. Pse? Ushtarak? Ushtarak pra strateg. Dhe që do thot? Pra ambasadorët që ke pasur më përpara, vinin nga bota e consultancy, nga konsulencat, nga projektet, nga tjera e leshit burokratike. Çfarë lidhje ka kjo? Pra lidhje ka tregon se si po formaton ai zotëria politikë jashtme. Ke dhe diplomat politikë jashtme. Ke dhe diplomat karriere. Domethënë se këtë mos u fut se duket që nuk e njeh ke mirë. I futem që çka të më thoj këtë do flasësh. Po tani ti Chris Hill ishte diplomat karriere. Po flas për aq herë të burr, po flas për kontekstin e fundit tonin, nuk po fundit. Jurikime ke ngelu te Jurikim aty. S'më ka ngel që te Jurikim. Aty të ka ngel derisa e thua. Se ka pas para Jurikimit. Po ke pas edhe para Jurikimit. E 22-ta ka qenë Jurikim. Shikoj sekond. Pas 97-s, konteksti i Shqipërisë ka ndryshuar ndihmi. Që unë flas. Mariza Lino ishte profesoresë, puna jote. Ore, Mariza Lino ishte profesoresh, Mariza Lino ishte çfarë? Ishte pragmatiste, ishte të thante. E kishin frikë gjithaj. Marrë Mariza Lino ti? Je si burr. Pa diskutim. Po i merrte direktivat nga Washingtoni. Ore, ti mund të marrë direktiva nga Washingtoni, jam dakord. Por prap si implementohesh këtu është tjetër gjë. Merrte në telefon Berishin tha. Marrë te punë, pra të shih. Më kupto kontekstin po flas, nuk po flas për gjithë historikun, se ti referohesh nga instinkti jot i historikut, e kuptoj historianit, të hysh thellë ambasador. Unë flas për këtë që po flasim sot. Por dhe ti thua që Erik Vend ky general që do jetë ambasador, do jetë kështu. Do thënë thjesht do bëj kalkulime ushtarake. Do shoh interesat amerikane, jo kalkulime ushtarake, do shoh interesat amerikane pure and simple, thjesht. Por nuk e shoh ndonjëherë këtë idenë e kësaj që çdo bëj ambasadë amerikane me bileta ballokur. Kjo budalli komplet. Pse? Po ne jemi mësuar më që të kemi një arbitër. Ore, kemi një arbitër, por nuk kemi më në atë pikë tani. Me ky s'ka për të qenë arbitër dhe sa herë ka qenë arbitri, aq herë kemi ngronë. Sa herë ka qenë arbitër, qoftë ambasadë amerikane, qoftë Bashkimi Evropian, që nga krokodili te krokoleshi, aq herë kemi ngronë. Te ti di shumë mirë. Dhe ideja është e tillë që unë shoh debila që thon pse s'bëjnë një marrëveshje të dyja partitë. Jo, partitë s'bëjnë marrëveshje për të ndënë rehat. Po si jo s'bëjnë? Bëjnë marrëveshje për kod zgjedhor, marrëveshje për ata për të. Dhe ky është problemi i kësaj. Sa herë ka bërë marrëveshje, ai ka ngrënë njerëzit më zotri. Si u bë ka marrëveshje dy njerëz që mendojnë ndryshe. Ti po kërkon me dashje që ulën ju të dy bashkë, ndani pazarin, nda mbyllim. Çfarë lloj kufizimi i kartelit më? Çfarë lloj kryeministri është për ty Edi Rama? Pse po i bie xhamit me këtë pyetje? Rezart Prifti. Po se është po me mozat e duarve po i bie xhamit për pyetur për Edi Ramën, e bukur fare. Jo, se pyetja është e bukur se çfarë lloj kryeministri është. Po për çfarë lloj kryeministri? Dhe unë kisha një përshtypje në fillim fare për Edi Ramën që vinte kulturalisht nga një formim kulturor me ngjyra. Dhe kur them ngjyra, nuk kam fjalën thjesht për ngjyrat, e kam fjalën se unë pikturoj vetë dhe e kuptoj se si e sheh botën një artist apo një person i apasionuar me simetrinë. Ti je piktor. Unë jam diletant, po që pikturoj kam qef shumë pikturoj, po. Unë nga do thoshe pikturist. Dhe se si e sheh botën një person si punoj, me detajiste të tjera. Se çfarë shije jep, se çfarë natyre jep, se çfarë jep dhe të tjera. Por në momentet që ne flasim pas 13 vitesh, unë e krahasoj Ramën me antikrishtin shqiptar. Po pse me antikrishtin? Lidhje ka. Ja ta them unë. Sepse në këto momente që ne jemi, unë e shoh si personin përgjegjës për zhbërjen e një stofi shqiptar që me shumë mund, me brek në përkëm, me penevrek në përkëm, u krijua deri në 2013. Me gjithë fajet që kishte Berisha dhe Nano, dakord? Deri në 2013 u krijua një farë stofi dhe një farë. Po ti ishe nga ata që thoshe tikin këta pa Shqipëria shpëton? Për shoqërinë e mesme, se kuptoj logjikën. Ti ke thënë që tiki Nano dhe Berisha për Shqipëria shpëton.
Po jo, unë s'jam aq debil. Po jo, ti e ke thënë dhe 90% e shqiptarëve kështu thoshin, mo. Po ti ke këta dy shpëtoi Shqipëria. Ja pra. Po zotit, unë jam 90% shqiptar, ti je 90% shqiptar, nuk kisha studio këtu me ty. Po ku ishe? Ku dëgjon, do isha ai punëtor te qendra, ku dëgjon, Adisa për shërbimin e klientit, do isha në kanal aty, punoj në qyteti. Pra po të them, një shofsi antikrisht është bëri stofin me vendimarrjet që ka bërë. Sot që ne flasim, siç është bë PS-ja, ajo Partia Demokratike në 2021-shin, sot që ne flasim, është zhbër gjithë sistemi universitar shqiptar. Ka dekantuar gjithë zinxhiri i sistemit arsimor shqiptar. Institucionet shqiptare janë kthyer më keq se në kohën e si e ka pas ai që kishte Luizi në kohën e PD-s. Bordelli pa parë. Kush është bordello? Institucionet shqiptare. Tani ti bër bordello, si bër bordello tani? Kjo kulturë e këtyre, më merr një institucion. Shqipëria është bër bordello, po thoti. Po unë mendoj që po. Shqipëria është bër bordello? Po pra. Unë mendoj që po. Unë mendoj që po. Jo, po ti se di po. Shqipëria u zhbë ajo që quhesh niveli meritokracisë. Dhe bëri rrallë. Po tani, unë mendoj, se unë jap shkenca menaxheriale, unë mendoj që menaxheri ka gjithmonë fajin. Dhe ne që jemi në sipërmarrje në biznes, gjithmonë nuk janë fajin, si ndryshe nga këta barkderat që janë në Shqipëri. Nuk e ka fajin punojësi, e ke fajin ti, nëse diçka s'funksionon. Se ti je menaxheri punojësit, e ke fajin ti që do marrësh kontrollin. Dhe ti nuk mund të thuash që e ka fajin gjithë Shqipëria, por Rama s'ka si fajin. Ma nuk shkon pra tash. 13 vjet nuk u mbaj mend për një iniciativë ekonomike. Ora si s'ka një iniciativë ekonomike kjo qeveri me gjithë ekspertët që mori. Në 13 vjet nuk u mbaj mend për një iniciativë edukimi. Po drejt që e mori. Po një bëje që të mos jetë fake. Këta futën në kulturën shqiptare modus operandin e gjasme, e fake-ut. Pra sot kanë më shumë rëndësi fotot, Instagrami, idiotliqet, se sa puna. Dikur ka pas korrupsionar, edhe dikur e ti di shumë mirë. Po mirë, por nëse unë e ty flisim për një punë, dhe ishe një rregull pa shkruar që në 100 lek 80 do t'i bëj unë, do mbaj punë 20 do t'i jap ty, ishe i pa shkruar, dakord jam. Sot nuk flet njëri për punë, flet sa do marr unë. Dhe kjo ka çuar çfarë? Në këtë sistem që jemi ne sot. Në këtë degradim që nuk i falet Shqipërisë në 2026. Ti bie rrugët si efekt domino. Me radhë. 2. Nuk i falet që me 10 miliona, 11 miliona, 130 milion turistë që kishim ne, strukturat tona hoteliere të jenë me brek në përkëmbë. Nuk i falet ministrisë që ka 12 vjet që nuk bën sistemin e ratingut të hoteleve. Po pse se bërë të dalçin syt? Qa pret ma, ke 12 vjet. Ke lënë 6 milion euro me projekte vetëm për të bërë sistemin e ratingut me yje të hoteleve. Vendos standardin. Dërgoj atë depsëzin atje, thoje, qa ke vënd tje? 3 yje. Hajte të shof po ti se meriton 3 yje. Je 2, ose je 4. Dhe këta e ka e diram? Po tani, në 13 vjet, unë kam qenë ai që thosha, ore, dale pak se kryeministri nuk duhet i di të gjitha. Dakord? Vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt, vitin e pestë, vitin e gjashtë, vitin e shtatë, tetë. Por vitin e 13 do të di sa gjëra plak. Si numërove do deri në fund, ë? E kupton? Janë shumë, ë? Janë shumë, po duhet i di sa gjëra në këtë kohë pra. Pra, për shembull, ore më thuaj një masë ekonomike që mbahet mend. Një masë në edukimi mbahet mend. Degradimi që ka patur shëndetësia shqiptare, dikur mbaroje punë me lek, sot s'mbaron dot punës me lek o zotri. Po s'ka shkenca plak, nuk ka shkenca, po nuk ka shkenca e punës. Po pse duhet të vinim ne në pikën që dikur blende greku ilaç që nga ne sot ne blemi ilaç nga greku, se 90% e ilaçe janë skadume, ose janë qelbërsinare të sajuara këtu në Shqipëri. Pra, bujqësia shqiptare në 2026 Ti i zhgyer. s'ka 20 orë, po është turpat. Po është turp, po. Shturp. S'ka 20 orë. Unë e kuptoj që ato fondet ata zhbërës që kishte ajo çupa janë 70 milion euro. Ajo çupa. Po të paktën të bëftë xhaxhi 10 çoka bëj. Po 20 fermerë, shtyj o burse gjinof. 20 fermerë, shtyj o burse gjinof. Unë që jam marrë me studimin e këtyre gjërave për të kriju kooperativat,
Një studim 3 muaj bëra dhe kur vajta që i pash, arrita të identifikoja cili i bënte kot, cili i bënte plot, te cili e kishte seriozisht atë punë. Po në çdo qytet nuk i merr të bën dot 3 raste suksesi të frymëzosh tjerë të gjëna apo për. Flenë Po të rehat këta gjitha, njerëz? urdhë? Flenë rehat këta njerëz që the ti këto çupa e këto. Nuk është puna ime, Roland, se si flet dikush. Jo, e kam fjalën që ti Unë nuk ti e hyj këtu. ngule, domethënë atë të ekskavatorit Unë nuk thellë. kuptoj. Në disa raste që ngula unë Se skatorin. bujësia, turizmi, more disa sektor të Asnjëri rëndësishëm prej tyre jetik, që njoh unë tani nuk flet rehat. nuk fle rehat. Po. S'është puna ime, se nuk do t'i gjatë, Qartë. të mos e bëj ty këto tema. Me spakun Dakor? ke mendim pozitiv? Orland s'kam asnjë mendim për arsye se kam bërë deklaratë në 2018 dhe aty e kam lënë të fundit, që kam thënë drejtësia, reforma shqiptare në drejtësi është si filmi Vdekja e Kalit. Ti e marr me filmin Vdekja e Kalit apo? Është filmi më i mirë i realizuar i Samir Kumbarës. Dakor. Unë e njoh Samir Kumbarën dhe ishte fat që bëri atë film pasi u shkatruan ato gjithë ato repartet se kishte ç'filmonte. Po, pra, ndryshe nuk do ta realizonte dot. Dhe në këtë sens unë ashtu mendoj. Po ta shohësh nga afër, të dhënat që më vijnë për ditë, informacionet më për ditë, është po ajo që kam thënë, si filmi Vdekja e Kalit. Atëherë keq Mund rrilim t'hy- vetëm kur e pat në sallën e gjyqit në atë. Jo. S'më vjen keq për asnjëri, sepse secili Ke i pa shpirt. secili, jo, i thash jam i ftohtë, jam shumë racional, këtë Jo, ti pa shpirt, është tjetër gjë dhe i ftohtë. Ti s'ke pikë emocioni tot, unë s'kam pikë emocioni. E gruaja jote s'ke nga E amerikanët. kupton? Dhe ideja është e tillë që nuk më vjen keq për asnjëri për arsye se secili është përgjegjës i veprimeve të veta. Ti di që unë edhe Elin Metës i kam thënë një gjë para ca kohësh. Shumë vite më parë. Pjesa umane është tjetër gjë dhe Jo, s'po pjesa kupton. se I kam gjyqi thënë një procesi gjë. është një gjë. Jo, më të Pjesa njëjtë umane, gjë. S'po kupton, i kam thënë një gjë. Si i thash Berishës. si e the? I kam vajtë të gjithëve në platformë. Edhe i libretës? Po. Edhe çfarë tha? Të çfarë tha pak rrezik apo të përshkruaj idenë e mendësinë. Vura re që këta ishin njerëz jashtë realitetit dhe kam përshtypjen që kishin halle të tjera, nuk domethënë më vështronin po s'më shikonin. Se kisha gjurë njëri të më vështronin, por nuk më shikonin. E burr fare. Kjo mund ta përmbledh të gjithë atë. Më vështronin, por nuk më shikonin. Ne kemi ardhur në fund. Kam një pyetje për Kosovën. Unë çuditem kur thonë që politika kosovare në Kosovë është ndryshe nga kjo, është më lart etj etj. Ne kemi 1 milion e 1 probleme, po në arenën ndërkombëtare nuk e dëmtojmë dot shtetin tonë. Ajo që po ndodh atje është më e rënda që i ka ndodhur kombit shqiptar. Pse? Çfarë kuptimi? Mungesë e stabilitetit. Nuk më intereson se kush është kryeminist apo kush zgjedhet president, jo. Po zgjedhje, 3 palë zgjedhje, në një kohë kaq të shkurtër. Do jesh pak kohë këtu? Po pra. Koha për ty. Isha në Kosovë para një muaji. Kisha shumë vite pa vajt Kosovë. Po, dhe? Që aq shumë vite që nga 2016 mos gaboja 2015, ku di që çfarë viti ishte drek që na afronte gruaja ish kryeministit atëshëm, se mori doktoraturën te ne, e na më dha një drek në Kosovë. Isha tani para një muaji për të takuar disa ministra nga qeveria e Kosovës. Parë si bëjnë punën të drejtë. E pas 2 ditësh që era aty i them ulur aty në atë trezën që po diskutonin, them atij e di si jeni ju, i thash. Më duket si deja vu këtu, sigurisht di çfarë do ndodhi. Ju jeni siç kemi qenë ne në Tiranë, thash, në 99-ën. Që nga kultura, që nga pravambetja, te mos zhvillimit e të gjitha. Dhe ashtu janë, edhe kulturalisht ashtu janë. Mi shqiptarë janë ta, si të. Ku do dalë? E them, shikojeni këtë si mundësi, i them, që të mos bëni gabimet tona. Kjo është e bukur. Bravo. Bravo. Shumë e bukur. Shikojeni si mundësi të mos bëni gabimet Ora, tona. ato që ka bërë Shqipëria mos Që i ato bëj që Kosovë. bëm ne, mos i bëni ju. Shumë e bukur. Bravo. Fast forward, unë me Albin Kurtin nuk kam në gjithë përbashkët në aspektin politik. Ideologjik. Se unë jam i djath, liberal, ai është i majti qendrës e drejt shejtan, ideologjik. Pra unë nuk jam për krimin e bankës shtetërore. Ai krijon bankë shtetërore. Pra, po ta them Qartë, se qartë. njerëzit nuk ka kuptojnë Qartë. kaq teknikalitete, por po të kuptoj, po them Qartë. Por unë kam një respekt të tejskajshëm për të. Po pse? Me që është Me gjithë sulmet që ka marrë nga Republika e Arqideve në Shqipëri, se s'ka mbet budalla në Shqipëri pa i rënë Albin Kurtit, që këta tanët këtu nuk njohin Tiranën, që u dalçin syt. Jo më të njohin Kosovën. prishim marrëdhënë me Amerikën. Gabim komplet. Po pra. Prit, Kaq. do të vetat nuk prish asnjë marrëdhënie me Amerikën, zot. Si s'prishi marrëdhënie me- Asnjë marrëdhënie me Amerikën.
Sekretari i shtetit është naiv. Do të vide aty. Se ndodh që sekretari i shtetit është edhe naiv. Po s'takon ty kush je ti, kryeministri i Kosovës, si thosh për sekretari i shtetit. Një student në Harvard Blinkenin për Berishën. Po ai është i gjë, ti je kryeministër. Jo, po ti më të paktën mund t'i thosh, "Ore, pse ke bërë në ngrata, mos e kemi 12 vjet, kemi sa vjet që kemi këtë këtu." Kryeministri ai bën thot ç'a doj ai. Jo. Po edhe po ti ashtu ti do t'i ke detyrim publik, ti thuash njerëzve, "Zotri, pse unë Berishën e bëra në ngrata? E morën vesh që e bëre, e morën vesh." Jo, po them për shtetin. Po ke detyrim publik ti palaço, ti thuash njerëzve, "Pse e bëre në ngrata?" Mua më shqetëson shteti i Kosovës. Unë nuk kam asnjë gjë me Berishën. Po më shqetëson. Por do të thuash, e ida gjë me Kosovën, zotri. E ida gjë me Kosovën. Po do mësuar shtetin. Më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Edhe megjithëse, e di pse kam respekt në skaqen për atë. Për gjën që unë vlerësoj më shumë në këtë botë. Si Rama thri aty? Jo, s'ka lidhje fare me Rama. Se Rama ka lutur për interesat të tjera. Këto si shikoj fare më zotri. Rezart. Normalisht ta marrë logjikën apo jo? Po patjetër do të lë, po. Unë më them, kam respekt për atë zotri, për një dhe një vetëm arsye. Atë që s'kan shqiptarët, ose e kanë shqiptarë të rrallë, e ka ai qëndrueshmërinë. Po qëndrueshmëria dëmton Kosovën, në Rezart. Kosova nuk është dëmtuar në mënyrë kategorike. Po është dëmtuar ore se tre palë zgjedhje. Siç duan armiqt. Edhe 5 të bëhen. Siç duan armiqt. Edhe 5 të bëhen. Jo, nuk dua asnjë armik ashtu. E di çfarë duan armiqt. Armiqt duan. E di çfarë negociatash po kërkonin këta në Kosovë. E di çfarë negociatash, të them të publikun këtu aty këtu. Këta opozitarët e Kosovës. Ç'a kërkon? Ky zotria na ofroi neve emrin e presidentit, po s'na ofroi ne çka ka me dash ne me ndan tavolinë. Çdo ndash tavolinë ti mo debil. Jo, kjo është e papranueshme. Po ta them publikisht për opozitën e Kosovës. Qefmbetja atyre ishte që ky e propozoi emrin e presidentit vet, nuk hyri negociata me ne se ç'kërkonim ne për ti miratuar presidentin. Shqiptar që tipike. E mban më si u miratu atëre Bamir Topi me ata 6 deputetë që morën nga 200.000 euro. TPS-s. Ja, TPS-s. Aq morën, ëh? Nga 200.000 euro. Dorë i mbyllin armata. Si e vërteton këtë nëse të denoncojnë gjykat? Ta gjejnë në tjera gjëra, të denoncojnë bëj çfarë duan. Muhabet kot. E njëjtën gjë desha nga këta pra. Pse ta thash më përpara këtë që të shmangin çka bën Shqipëria? E ka kodhe Albin Kurti që shumë të drejtë. E ka kodhe Albin Kurti vëlla, sepse emri i presidentit është honorifik në Kosovë dhe ti e di shumë mirë. Po jo dhe aq honorifik. Honorifik më kot është si punë e këtij tonit. Nuk është kaq daullë sa ky joni, po ka një farë vlere. Sepse ky si është ky? Ky është daullë komplet. Edhe si kështu si institucion president. Jo më fare, unë kam mendimin tim për presidentin. Çfarë është normale ti thuash president Daulla tani, të lutem. Ore, çfarë është normale është për publik ta gjykoj. Nëse unë gjykojmë si anormal, le të gjykojmë si anormal, unë do pa përgjegjësitë mia. Nëse gabojmë në gjë, do dalë nesër edhe them më fal, nuk ishte Daulla, ishte Tamburo. Apo ishte Gërnet, nuk e di. Shumë pse edhe unë valla. Po se sa ta mbaj brenda mendimin si Elisa për 12 vjet, të kujtojmë të 13-tin, kur e mam brenda nuk mëson, se nuk ballafaqohesh as me realitet, as me ide, as me kundërshtim, as me diskutim, as me gjë. Pra, është më mirë në rastin tim që edhe flet, por kur ke gabime mëson. Do marrim ne shpulljet se njerëz jemi. E kuptova. Kështu që kjo Albin Kurti në perspektivën time është qëndrueshmëria. Dhe pazari që ka kërkuar opozita është që ne të miratojmë këtë, çka na jep në të ndrytryes. Më fal për zotit, çfarë do të japun ndrytryes? Ti humbes zgjedhjet si degenerat komplet. E para dhe e dyta, ata do të kuptojnë që ata zotërinj që më mbajnë në Hag kanë qenë një ndër lëvizjet më të zgjuara të komunitetit ndërkombëtar. Se ata po mbajnë në Hag. Se po t'ishin ata në teren, jo Albin Kurti. Nuk kishte shanse. Nuk kishte shanse, do ishte njësoj si Shqipëria. Dhe ka pas diskutime që të ndodhte njëjta gjë në Shqipëri. Sepse është e pamundur të reformohet. Në Hag janë 4-5 këtu? Nga 4-5 këtu, po këtu pas genocid. Logjikën, jo Haga tekstualisht, po kuptoj logjikën që një proces ndërhyrje si Rumania, po ja fus kot. Kroacia, ja fus po kot se e kemi këtu komshi. E mamen edhe për një orë, hajde ti legend. Për orën e dorës. Për orën, e mamen? Para një viti doli senateri nga burgu për një orë, Pra po mendoj që në Shqipëri këtu sepse është e pamundur që ti hash këta në çfarë lloj forme. Është e pamundur, po ti e di shumë më mirë se mua. Ndaj dhe kur më thua ti mua, dil aty me opozit, me atë, me këtë, nuk e luaj dot unë atë lojë. Unë i bie një instrumenti tjetër. E kuptova. Dhe për ta mbyllur fare, ti mund të jesh i ditë kandidat për kryeministër? Po unë s'tem asnjëherë jo. Unë jam i hapur për sfida, për iniciativa.
Po duhet kaloshëm për nuk organizime politike. E ke fjalën që ti mund të kesh një parti të re apo të partit nuk e përjashtoj asnjë nga dy. Që edhe mund të jesh pjesë e PD-s, edhe mund të jesh pjesë e një partie të re? Nuk e përjashtoj asnjë nga dy. Madje tani kam përshtypjen që jam edhe më i aftë në këtë punë se mendoj se di çfarë bëra gabim herën e parë. E njoh kontekstin më mirë, njoh gjithë procesin më mirë. Domethënë ti po pret që të rrjedhin urën në mënyrë të tillë në PD që të krijon kushtet? Jo thjesht PD më. Po çfarë? Pse PS çfarë ndryshimi ka? Mund të futesh me PS-n? Ti the jam i djathtë. Ke gabi, po unë nuk shoh ndarje të asnjëra nga partitë në aspektin politik. Partia Socialiste e ka të unë po them jam i djathtë liberal për tregun. Se ti mund të bësh edhe pjesë e PS-s? Unë mund të bëj pjesë e PBD-1-s. Jeni me origjinë minoritare? Fare zero. Po kuptoj çfarë po them, ku po del metafora. Që asnjëra nga partitë politike nuk ka identitet politik të majt apo të djathtë. Po kjo s'do thotë që ti të shkosh ku dali shanse. Jo, s'po kuptoj logjikën. Unë nuk shkoj ku dali shanse, ti je për të shkuar që shkon përpara. Nëse e rëndësishme është që ti mund të jesh kandidat. Por nuk ndahen partitë sot këtu. Këtë do të kuptoj njerëzit. Domethënë shumë egalitare ajo që thua ti. Nëse ju do zgjidheshit kryeministër, ne do kishim kryeministrin e dytë me një pamje kështu si ty do me mjekër, me këto flokët kështu si Fanoli. Po të lungu e la vjot vesh të pernis Fanolit. Interesante është, domethënë, kështu si pastar si Fanolit do të votoja. Të falenderoj shumë. Po ta them publikisht. Falenderoj shumë, po. Rezart Prifti, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Kënaqësi. Ishte hard talk, ishte boks me fjalë, por interesante. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lanqafoku. Mirupafshim. Publicitet, edhe një herë mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.